Majoranca socialiste akuzohet se po përpiqet të vërë në kontroll gjykatën kushtetuese dhe të minojë pavarësinë e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Akuzate drejt për drejta i artikuloi deputetja demokrate Jorida Tabaku në panelin për drejtësinë kushtetuese, ku të pranishëm ishin përfaqësues të Komisionit Venecias dhe gjykatës kushtetuese. Vazhdimisht është tentuar që të zgjerohet ndikimi përtej kufijve kushtetues. Ndërprerja e mandatit një anëtari i gjykatës kushtetuese, që deri dje përfaqësonte mendimet e minorancës, për mua është një ndërhyrje në përbërjen e kësaj gjykate. Sa herë që vendimet priten jenë të rëndësishme, nis presioni për ndryshime. Ky instrumentalizim dhe kjo politik dy standardesh është rreziku më i madh për drejtësinë kushtetuese. Dhe unë besoj që ne duhet të gjithë të kujdesemi që t'i ruajmë shtyllën kurrizore gjykatës kushtetuese. Një garanci shtesë për çështjet që mund të kenë prodhuar kriza politike, Tauland Balla cilësoi Komisionin e Venecias, të cilit Shqipëria i është drejtuar jo pak herë për të zgjidhur ngërçet kushtetuese. Në Shqipëri, çështjet e të drejtës kushtetuese kanë qenë shumë shpesh raste për t'ju drejtuar Komisionit Venecias për të marrë mendim, dhe çdo herë pas mendimeve të vëra të Komisionit Venecias, mendoj që kemi gjetur zgjidhjet e duhura profesionale, të balancuara, pse jo të drejta. Për të argumentuar pretendimin e saj se parlamenti e majoranca nuk respektojnë vendimet e gjykatës kushtetuese, e aq më pak opinionet e Komisionit të Venecias, Tabaku solli rastin e çështjes Xhaçka. Ne kemi parë që parlamenti dhe jo rrallë qeveria kanë refuzuar që të zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese. Mirëpo në rastin më të fundit, mua më vjen keq të them që ne kemi përjetuar një tiramit shumicës. Parlamenti ka hedhur në kosh një vendim të qartë të gjykatës kushtetuese për ndërprerjen e mandatit të një deputeti të shumicës, duke u angazhuar në një sër akrobacish, duke konsumuar dhe Komisionin e Venecias dhe duke mos e zbatuar vendimin e qartë, por edhe sugjerimin e qartë të shkruar e zeza mbi të bardhë. Balla nga ana tjetër është i bindur se Komisioni i Venecias do t'i drejtohen sërish për reformën zgjedhore e atë territoriale, duke parashikuar ende pa nisur puna për plasje me opozitën.